Fjalën e ka kërkuar zëvendës kryeministja zonja Balluku. 8 minuta. E më prapë të rrugën Zonja Balluku. I nderuar koleg Noka, personalisht kam respekt për eksperiencën e gjatë që ke në parlament dhe do desha të thoja për shqetësimin që ke për ministrat që nuk marrin kohën e dur për t'u promovuar, që duke parë t'kurrjen e votave që keni në një trend të vazhdueshëm, zgjedhje pas zgjedhjesh, kemi vendosur që t'ju lëmë më shumë hapësirë juve që të promovoheni. Ministrat kanë gjithë vëmendjen e publikut dhe gjithë kohën e dur mediatike për të promovuar punën e tyre dhe programin e qeverisë. Ndërkohë që ju dukeni që jeni në ditë të keqe, votat janë gjithmonë më pak, ndaj mirë do ishte ta merrni këtë kohë, po ta përdorni dhe si duhet. Tani, për sa i përket departamentit shtetit që i referoheni, duhet ta vendosni një standard. Nëse do t'i referoheni departamentit shtetit, duhet t'i referoheni gjithmonë. Jo vetëm kur keni interes dhe kur doni të bëni zhurmë duke i shtrëmbruar raportet e tyre, ndërkohë ju jeni një parti me një person non grata të shpallur nga departamenti i shtetit. Tani ndajeni. Non grata, më fal, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh apo jo. Do me thonë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se e kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje të tilla. Pra ta vendosim një standard për departamentin e shtetit. Departamenti i shtetit është apo nuk është për juve një bibël tek e cila bazoheni dhe gjithçka që thuhet pa u shtrëmbruar ama, sepse ju bëni, i lejoni vetes interpretim të raporteve të departamentit shtetit, gjë që cilën s'duhet ta bëni sepse është totalisht jashtë çdo etike.